Unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese. Sot mëngjes unë njoftuam nga mediat që me dekret është shpërndar kuvendi. Të gjithë e keni parë mbrëm pamjen e seancës plenare të kuvendit të Republikës. Kush ishte në qendër. Kush nuk ishte në qendër, nuk ishte fare sepse nuk erdhi. Asnjë deputet i cili mungoi nuk e ka njoftuar kryetarin e kuvendit, zonjën Albulena Haxhiu, për arsyeën e mungesës. Prandaj tash kjo lëndë është në gjykatën kushtetuese. Është obligim kushtetues i deputetëve që të kryejnë detyrën e tyre për çfarë i ka zgjedhur populli i Kosovës në zgjedhjet e parakohshme të jashtëzakonshme të 28 dhjetorit 2025 dhe të vinë në vendin e tyre të punës në seancët plenare dhe aty të marrin pjesë e të votojnë. Tash ndodhemi në një situatë kur unë nuk besoj që mund të flasim për zgjedhjet e reja pa e thënë fjalën e vetë gjykata kushtetuese, meqense kemi mospajtime dhe kërkesë para tyre. Ata kanë një materie të cilët tash duhet ta trajtojnë. Deputetët që u zgjodhen për 4 vjet në legjislaturën e 10 nuk i mbushën as 4 javë të detyrës së tyre dhe sot mëngjes unë njoftuam nga mediat që me dekret është shpërndar kuvendi. Neni 86, paragrafi 6 i Kushtetutës parashikon se kuvendi shpërndahet nëse në votimin e tretë asnjë kandidat nuk zgjedhet president, pra asnjëri nga kandidatët nuk i merr 61 vota. Ne nuk kemi mbërrir atje. 2 kandidatë ishin mbrëm, Glau Konjufsa dhe Fatmire Mulhaxha Kolçaku, mirë po nuk u konsumua as raundi i parë e LRM i tretë. Nga formulimi i kësaj dispozite, pra neni 86 paragrafi 6, del qartë se shpërndarja e kuvendit lidhet drejt për drejt me përfundimin e procedurës votimit. Pra pasi të jenë zhvilluar 3 raunde votimi dhe votimi i tretë të ketë dështuar për të zgjedhur presidentin. E mbrëm, ne vetëm sa filluam me raundin e parë, e kurse se nuk jemi tek përfundimi i raundit të tretë. Kushtetuta parashikon edhe një mekanizëm tjetër për të shmangur bllokimin institucional, sipas nenit 82 paragrafi 3, nëse brenda 60 ditësh nga fillimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit, nuk zgjedhet presidenti, kuvendi shpërndahet. Pra, nga momenti kur nis procedura, duhet kalojnë 60 ditë, po u zgjedh presidenti, shumë mirë, po nuk u zgjedh presidenti pas 60 ditëve, e atëherë duhet të shpërndahet kuvendi dhe të shkojmë në zgjedhje.